Horoskopi për ditën e premte 24 korrik. Për të premten, tranzitet sjellin një ndryshim mjaft dinamik në energjinë kozmike. Së pari dielli është në Luan, sezoni i Luanit është në kulmin e curisë së tij, duke rritur vetbesimin, krijimtarinë dhe dëshirën për të shkëlqyer. Hëna kalon te Shigjetari, pasi kaloi fazën e thellë te Akrepi, hëna futet te Shigjetari, duke krijuar një trinë mbretërore me diellin te Luani. Kjo sjell optimizëm, dëshirë për udhëtime, zgjerim horizontesh dhe fat në sipërmarrje. Mërkuri direkt në Luan dhe në Gafore rifillon lëvizjen direkte duke zhbllokuar të gjitha vonesat në komunikim, dokumente, kontrata. Saturni pastaj që stacionohet në Dash, Saturni po ngadalëson hapat e tij për të bërë retrograd pas 2 ditësh, duke kërkuar seriozitet, vendosje kufish dhe konsolidim të planeve afatgjata dhe le të ndjekim shenjat. Dashi. Të lindurit në shenjën e Dashit gëzojnë një nga pozicionet më energjike dhe me fat gjatë kësaj të premteje. Kalimi i hënës te Shigjetari formon një kënd të jetë harmonik me diellin në shtëpinë tuaj të pestë, të pasionit, vetshprehjes dhe vetbesimit. Sot energjia juaj fizike dhe mendore është në kulmin e saj, duke ju dhënë kurajo për të marrë nisma të guximshme që i keni shtyrë më parë. Në planin e punës dhe të financave është momenti ideal për të prezantuar ide të reja, për të negociuar kushte më të mira apo për të planifikuar hapa strategjika afatgjat. Mërkuri në lëvizje direkte jep fund çdo vonese në mesazhe apo dokumente. Në sferën e ndjenjave rrezatoni një magnetizëm natyral që nuk kalon pa u vënë re. Çiftet do të kalojnë momente pasionante e rjetëzuese, ndërsa beqarët do të tërheqin persona me vizion të gjerë dhe shpirt aventurier. Këshilla e ditës: përdorni vrullin tuaj për të bërë hapa të guximshëm, por mbani seriozitetin në çdo detaj. Demi. Për të lindurit në shenjën e Demit e premtja sjell një nevojë të fortë për të konsoliduar financat dhe për të vendosur ekuilibër emocional. Hëna te Shigjetari ndriçon shtëpinë tuaj të tetë të financave të përbashkëta, investimeve dhe mbylljes së detyrimeve. Me kthesën direkte të Mërkurit, çdo pasiguri apo mjegull që lidhej me fatura, kërkesa apo marrëveshje bankare fillon të sqarohet me precizion. Në planin e karrierës preferohet të punoni me strategji nga prapaskena pa bërë zhurmë të panevojshme. Në sferën e ndjenjave dita kërkon sinqeritet të thellë dhe mirëkuptim reciprok. Çiftet do të zgjidhin çështje praktike të shtëpisë me maturi, ndërsa beqarët do të ndihen të tërhequr nga persona me pjekuri të lartë emocionale që ofrojnë siguri reale. Këshilla e ditës: rregulloni llogaritë financiare dhe besojini intuitës suaj në çdo veprim. Binjakët do të përjetojnë një ditë jashtëzakonisht sociale, dinamike dhe plot mundësi të reja. Hëna në Shigjetar vendos fokusin te partneritetet, kontratat dhe marrëdhëniet e afërta, ndërsa udhëheqësi juaj Mërkuri rikthehet në lëvizje direkte duke zhbllokuar të gjitha komunikimet e pezulluara. Sot mund të merrni lajme të rëndësishme apo propozime mjaft me vlerë për bashkëpunime të reja profesionale. Në planin e parave, menaxhoni me kujdes buxhetin e ditës dhe shmangni vendimet nga impulsiviteti. Në sferën e ndjenjave, atmosfera paraqitet të jetë gjallë, çiftet do të gjejnë harmoni të plotë përmes bisedave të hapura dhe me humor, ndërsa beqarët do të jenë në qendër të vëmendjes, duke magjepsur këdo përmes inteligjencës dhe sharmit të tyre. Këshilla e ditës: dëgjoni me vëmendje propozimet e të tjerëve, aty fshihen çelësat e suksesit tuaj. Gaforeja. Për të gjithë të lindurit në shenjën e Gafores e premtja 24 korrik sjell një fokus të jetë të lartë te rutina e punës, organizimi i agjendës dhe kujdesi për shëndetin. Hëna te Shigjetari ju nxit të vendosni rregull absolut në detyrat e ditës dhe të mbyllni punët e prapambetura. Kthimi i Mërkurit direkt në shenjën tuaj ju jep qartësi të plot mendimeve, vendimeve dhe planifikimeve tuaja për javët në vijim. Në planin e financave është dita e duhur për të bërë bilance të sakta dhe për të kursyer. Në sferën afektive, shpreja e përkujdesjes përmes veprimeve praktike do të forcojë lidhjen në çift, ndërsa beqarët do të tërheqin njerëz që vlerësojnë përkushtimin, seriozitetin dhe punën e palodhur. Këshilla e ditës: organizoni me precizion kohën tuaj dhe ruani ekuilibrin emocional në çdo hap.
Luanët po jetojnë ditët e tyre më të fuqishme të vitit me diellin në shenjën e tyre. Kalimi i hënës te shigjetari sot formon një kënd të artë me diellin tuaj, duke sjellë inspirim, fat, krijimtari dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në punë dhe biznes jeni në qendër të vëmendjes dhe idetë tuaja do të pranohen me entuziazëm të madh nga eprorët apo bashkëpunëtorët. Financat paraqesin stabilizim të mirë dhe mundësi për përfitime nga projekte personale. Në sferën e dashurisë, rrezatimi juaj është i papërmbajtshëm. Çiftet do të përjetojnë momente magjike romantike dhe me shumë pasion, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që do të marrë mend që në kontaktin e parë. Këshilla e ditës: shfrytëzoni këtë val fati për të promovuar me krenari aftësitë dhe projektet tuaja. Virgjëresha këtë të premte do të kërkojë qetësi, siguri familjare dhe përqendrim te themelet e saj të jetës. Anët e shigjetarit ndriçon shtëpinë tuaj të katërt të familjes dhe shtëpisë, ndërsa udhëheqësi juaj Mërkuri del më në fund nga retrogradi dhe largon çdo mjegullim apo keq kuptim në komunikim. Në punë, kjo është një ditë mjaft e mirë për të përfunduar detyrimet burokratike dhe për të analizuar strategjinë tuaj afatgjatë pa u nxituar. Në financa rekomandohet maturi dhe mos përfshirje në rreziqe jo të nevojshme. Në sferën e ndjenjave, ngrohtësia e vatrës familjare do t'ju jap qetësi të madhe. Çiftet do të konsolidojnë planet e përbashkëta, ndërsa beqarët do të kërkojnë njohje me stabilitet të lartë dhe pjekuri. Këshilla me vlerë: fokusoni te siguria e shtëpisë suaj dhe rrethi juaj më i ngushtë i besimit. Peshorja, të lindurit në shenjën e peshore sot do të kenë një ditë të jetë stimuluese për sa i përket komunikimit, takimeve dhe udhëtimeve të shkurtra. Hëna në shigjetar formon një kënd të jetë miqësor me shenjën tuaj, duke nxitur ide të reja dhe rjetëzimin profesional. Mërkuri direkt ju ndihmon të zhbllokoni marrëveshjet, mesazhet dhe dokumentet që kishin mbetur pa përgjigje ditët e fundit. Në planin financiar, dita paraqitet e stabilizuar dhe pa tronditje. Në sferën afektive, sharmi juaj në bisedë do të jetë arma kryesore. Çiftet do të shijojnë dialogje me humor dhe mirëkuptim të plot, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendjen gjatë takimeve apo komunikimeve intensive online. Këshilla e ditës: komunikoni lirshëm, ndani idetë tuaja dhe krijoni ura të reja bashkëpunimi. Akrepët sot do të fokusohen me seriozitet te rritja e të ardhurave dhe stabilizimi i pasurisë vetjake. Hëna zhvendoset te shtëpia juaj e dytë e financave, duke ju dhënë intuit të mpret për të menaxhuar buxhetin dhe për të gjetur burime të reja monetare. Saturni, që është stacionuar te Dashi, ju kërkon të tregoni disiplinë të lartë në punë dhe organizim skrupuloz. Në planin e karrierës, përpjekjet tuaja do të vlerësohen nga eprorët apo partnerët e biznesit. Në dashuri kërkoni siguri praktike dhe vepra konkrete. Çiftet do të flasin për financat e përbashkëta, ndërsa beqarët do të tërheqin persona serioz që ofrojnë stabilitet afatgjatë. Këshilla e ditës: strukturoni me maturi financat tuaja dhe investoni vetëm në gjëra me bazë të sigurt. Shigjetari është protagonisti kryesor i të gjithë zodiagut për këtë të premte. Hëna hyn sot në shenjën tuaj, duke u lidhur në mënyrë të përkryer me diellin te Luani. Kjo sjell një valë të fuqishme energjie pozitive, entuziazmi, optimizmi dhe fati të drejtë për drejtë në çdo nismë personale. Çdo bllokim mendor apo lodhje e ditëve të kaluara zhduket plotësisht. Në punë dhe financa, është momenti i artë për të marrë vendime me peshë, për të nisur projekte të reja apo për të kërkuar atë që ju takon. Në sferën e ndjenjave jeni si magnet. Çiftet do të rijetëzojnë pasionin, ndërsa beqarët do të rrezatojnë një shkëlqim natyral që do të tërheqë njohje të jetë cilësore. Këshilla e ditës: merrni frenat e jetës suaj sot, pasi e gjithë hapësira kozmike është në favorin tuaj shigjetar. Britsjapi. Për britsjapin kjo e premte kërkon introspeksion, strategji të ftohtë dhe ruajtje të energjisë vetjake. Hënat e shigjetarit ndriçon shtëpinë tuaj të 12 të prapaskenave dhe nënve të dijes, ndërsa udhëheqësi juaj Saturni ngadalëson hapin të Dashi. Sot rekomandohet të analizoni situatat me qetësi përpara se të hidhni hapa publik apo vendime me risk.
Në punë dhe financa është dita e duhur për të përfunduar punët e prapambetura dhe për të mbyllur çdo detyrim të vjetër. Në sferën e ndjenjave mund të ndiheni më të tërhequr apo introvert. Çiftet do të gjenë ngrohtësi në momente intime larg zhurmës, ndërsa beqarët po përpunojnë dëshirat e tyre të vërteta. Këshilla e ditës: pushojeni mendjen nga stresi dhe përgatisni strategjinë për ditët e ardhshme. Pritsjap. Ujori do të kenë një ditë të jetë optimiste, plot inspirim dhe mbështetje nga rrethi i tyre shoqëror. Hënat e shigjetari ndriçon shtëpinë tuaj të 11 të arritjeve, projekteve në grup dhe dëshirave afatgjata. Mërkuri direkt në shtëpinë tuaj të 7 diellore zhbllokon bisedat e ngrira me partnerët në punë apo në jetën personale. Në financa dita sjell mundësi përfitime përmes bashkëpunimeve të rinovuara apo ideve origjinale. Në sferën e ndjenjave, atmosfera është tejet e ngrohtë dhe miqësore. Çiftet do të shijojnë dalje apo plane të përbashkëta, ndërsa beqarët mund të përjetojnë flirtime mjaft interesante me persona brenda rrethit të tyre shoqëror. Këshilla e ditës: mbështetuni të miq dhe bashkëpunëtorët e besuar. Suksesi vjen më mirë përmes një grupi. Dhe peshqit: për të lindurit në shenjën e peshqve, e premtja sjell fokus maksimal te karriera, statusi profesional dhe arritjet publike. Hënat e shigjetarit ndriçon majën e hartës suaj astrologjike duke vendosur përpjekjet tuaja në spikatje përpara e prorëve apo klientëve të rëndësishëm. Mërkuri direkt të shtëpia e 5 diellore ju jep ide mjaft origjinale, krijuese dhe frymëzim artistik. Në planin e financave, puna juaj e palodhur e javëve të fundit po shkon drejt shpërblimit të merituar monetar. Në sferën e ndjenjave do të rrezatoni autoritet dhe pjekuri. Çiftet do të ndihen krenar për sukseset e njëri tjetrit, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e personave me pozitë dhe autoritet. Këshilla e ditës: tregoni profesionalizëm të lartë dhe merrni përsipër përgjegjësitë me plot besim.